çështje për bota sot, foli eksperti austriak Günther Fellinger, i cili i cilësoi si rast shumë serioz. Ai tha se fillimisht duhet një hetim i pavarur nga ana e institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it. Incidenti i raportuar në Leposavish, ku një qytetar i Kosovës dyshohet se u plagos dhe më pas u mor nga forcat e xhandarmerisë serbe, është jashtëzakonisht serioz dhe kërkon një reagim të menjëhershëm dhe të plotë ndërkombëtar. Së pari, faktet duhet të përcaktohen përmes hetimit të pavarur. Autoritetet e Kosovës dhe KFOR-it duhet të kenë akses të plotë për të shqyrtuar vendin e ngjarjes, për të intervistuar dëshmitarët, për të mbledhur prova mjekoligjore dhe për të identifikuar autorët. Çdo aktor shtetëror ose jo shtetëror që kalon një kufi ndërkombëtar dhe rrëmbem një civil kryen një akt që mund të hetohet dhe gjykohet vetëm sipas standardeve të qarta ndërkombëtare. Më pas Fellingeri kërkoi nga Kosova që të mos përgjigjet me panik, por kjo nuk do të thotë një përgjigje e butë. Krahas kësaj u shpreh se ndërkombëtarët duhet të ndëshkojnë shkelje të tilla dhe duhet që Kosova të armatoset edhe më shumë. Së dyti, Kosova nuk duhet të përgjigjet me panik ose me përshkallëzim të parakohshëm ushtarak. Lufta e hapur ose masat luftarake midis Kosovës dhe Serbisë do të ishin katastrofike për njerëzit e rajonit dhe do të ishin në favor të atyre aktorëve të Serbisë dhe Rusisë që përfitojnë nga paqëndrueshmëria. Përshkallëzimi ushtarak duhet të shmanget, por kjo nuk do të thotë një përgjigje e butë. Komuniteti ndërkombëtar duhet të përdorë një instrument jo ushtarak në dispozicion për të penguar dhe ndëshkuar shkelje të tilla, dhe Kosova duhet të armatoset më shumë dhe më shpejt dhe të punojë me Ukrainën dhe të kopjojë mësimin e Ukrainës se si të smbrapset agresioni rus me anë të mjeteve moderne të sigurisë me dron, shtylloi ai. Tutje eksperti austriak kërkoi nga BE, SBA dhe të tjerat që të ashpërsojnë gjuhën ndaj Serbisë, derisa përmendi edhe disa masa që duhet të ndërmerren. Së treti, Bashkësia Ndërkombëtare duhet të ashpërsojë gjuhën dhe veprimet e saj, vetëm dënimi politik nuk janë të mjaftueshme. NATO, KFOR, BE, Shtetet e Bashkuara dhe partnerat e tjerë duhet të kërkojnë një hetim të menjëhershëm dhe transparent me vëzhguesit ndërkombëtar, të ushtrojnë presion mbi Beogradin që të bashkëpunojnë plotësisht dhe të dorëzojnë çdo të dyshuar ose personel të përfshirë, të vendosin masa të synuara diplomatike dhe ekonomike nëse Serbia rezulton të ketë qenë përgjegjëse ose bashkëpunëtore dhe të përshpejtojnë llogaridhënien për individët dhe grupet që veprojnë pa u ndëshkuar në veri, dhe të ftojnë Kosovën në partneritetin e NATO-s për paqe dhe në planin e veprimit për antarësim në NATO që do të çojë në antarësimin e plotë të Kosovës në NATO gjatë këtij mandati të Trump. Gjithashtu Fellinger potencoi se Kosova duhet të forcojë masat ligjzbatuese vendase, hetime të shpejta policore, mbrojtje të dëshmitarëve dhe bashkëpunim me ekipet ndërkombëtare mjekoligjore, duke shmangur çdo veprim që mund të përkufizohet, si militarizimi i anshëm i veriut, forcimi i menaxhimit të kufive, hetimet e përbashkëta kur është e mundur dhe mandati i monitorimit të KFOR duhet të jenë përparësi urgjente. Në fund, eksperti paralajmëroi se mungesa e reagimeve të forta ndaj provokimeve ndërkufitare ndaj Kosovës mund të nxjisë agresion të mëtejshëm nga Serbia. Ai theksoi se pas ngjarjeve në Banjsk në vitin 2023, Bashkimi Evropian, NATO dhe aleatët perëndimor duhet të dërgojnë një mesazh të qartë se shkelja e sovranitetit të Kosovës do të ketë pasojë reale. Ky episod nënvizon pse partnerët evropian dhe transatlantik duhet të mbeten të angazhuar. Përgjigjet e dobëta ndaj provokimeve ndërkufitare normalizojnë pandëshkueshmërinë dhe ftojnë agresion të mëtejshëm. Duhet ta kishim mësuar këtë nga sulmi terrorist në Banjsk në vitin 2023. BE-ja dhe NATO-ja, aleatët kryesorë tani duhet të bëjnë të qartë se shkeljet e sovranitetit të Kosovës do të kenë pasojë reale. Kjo vendosmëri e mbështetur nga hetimet të besueshme të sanksione selektive është e vetmja mënyrë për të penguar incidente të ardhshme dhe për të mbrojtur civilet. Duhet të bëjmë të qartë se një sulm ndaj Kosovës nga Serbia do të çojë në bomba që bien mbi Beograd në dimensione biblike dhe do të zbejë përvojën e vitit 99, dhe Beogradi duhet të vijë të re nga një transportues amerikan aeroplanësh që viziton Splitin së shpejti për të dhënë një mesazh të qartë për provokuesit e Beogradit. Sulmi dhe bombat do të bien në përmbledhje të ndjekim një hetim të shpejtë dhe transparent të shmangim për shkallëzimin ushtarak, të ushtrojmë presion vendimtar ndërkombëtar nëse Serbia është fajtore dhe të forcojmë kuadrin e sigurisë të bazuar në rregulla në veriun e Kosovës. Siguria e civilëve dhe integriteti i rendit ndërkombëtar varen nga kjo, përfundoi Günther Fellinger për Bota Sot.